Gjatë vitit fundit kam takuar familje të mrekullueshme të jashtëzakonshme, të cilët të gjithë kohën e tyre, të gjithë energjinë e tyre, të gjithë fuqinë e tyre e shpenzojnë me fëmijë të cilët ndoshta nuk kanë mundësi që të jenë të pavarur vetë, që mund të kenë çrregullime të spektrit autik ose kanë sindromën Down. Kanë nëna të jashtëzakonshme, të cilët kanë hequr dorë nga puna dhe përkujdesen me kohë të plot për fëmijët e tyre. E kjo është një punë e papaguar. Kam marrë angazhim ndaj tyre, ndaj gjithë familjeve që kam takuar, por edhe një grupi më të gjerë për të sjellë një iniciativë ligjore për ta konsideruar punën e këtyre nënave pranë fëmijëve të tyre si punë të papaguar. Ky është një standard evropian që ne duhet ta vendosim. Ky është një standard edhe për të drejtat e njerëzit, por ky është një standard edhe njerëzor në fund të ditës. Për këtë arsye, propozimi ligjor që kam dorëzuar në parlament merr parasysh për të konsideruar punë të papaguar të gjitha ato nëna të cilat gjatë gjithë ditës përkujdesen për fëmijët e tyre, të cilët e kanë të pamundur të punojnë dhe patjetër që ne duhet t'i mbështesim. Ka një kosto minimale në buxhet, nuk është as koncesion, as partneritet publik-privat, nuk është as një kosto e jashtëzakonshme, buxheti i shtetit e ka plotësisht të përballueshme këtë kosto minimale. Është një standard njerëzor që ne duhet ta vendosim. Është një standard që duhet patjetër t'i japim këtyre familjeve që janë edhe në vështirësi ekonomike. Për këtë arsye shpresoj shumë që kjo iniciativë të mbështetet edhe nga të gjithë organizatat të cilat punojnë në këtë fushë, i bëj thirrje të gjithëve që ta pasurojmë këtë me mendime, të reflektojmë njëkohësisht dhe sugjerime dhe t'i japim mundësi këtyre familjeve, këtyre nënave të jashtëzakonshme të përkushtuara që të kenë këtë mbështetje të vogël nga buxheti i shtetit.